Besimtarët ortodoks janë drejtuar kishës katedrale të Shëmpalit për të bekuar shportën e ushqimeve. Me shporta në duar, ku brenda saj ishte ushqimi, tregojnë se çfarë kanë gatuar për të dielën e Pashkës. Vim bekojmë bukën, zarzavatet, vezët. Kjo do të thotë bekimi shkon në shtëpi, vjen nga kisha, shkon në shtëpinë tonë. Gëzuar për të gjithë. Përgatisim qep, barisht të tjera, vezët e ngjyrosme, simbolizojnë gjakun e Krishtit. Gëzuar Pashkë dhe sa më të bardha, lumturi, shëndet dhe gëzime. Gëzuar Pashkët. Simboli i festës janë vezët e kuqe, djathi e hudhrat e njoma si shenjë paralajmëruese të ardhjes së pranverës. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tonë, si i fali ne fajtorët tonë, e mos na lër të hyjmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Arqipeshvi Arjan Dodaj, teksa uroi besimtarët, apeloi për të mbajtur të rinjt në Shqipëri, duke ndalur ato që e cilësoi dimri e emigracionit. Kemi nevojë që të investohet më shumë të bukuritë që gjenerojnë të ardhmen, sikur është familja, veçanërisht të çiftet e reja, sepse pa çiftet e reja që zgjedhin të jetojnë dhe të punojnë në Shqipëri, do të thellohet në mënyrë dramatike dhe të pakthyeshme dimri demografik që ka shënuar vendin tonë. Kërkoi të promovohet kultura e punës dhe të investohet te familja. Urimi i kësaj feste le të jetë që populli kombë mbi shteti shqiptar të vijojë në trashëgiminë e këtij bekimi hyjnor për familjen dhe rinin shqiptare. Të bëhemi bashkë atëherë për të promovuar kulturën e punës së ndershme, që është fryti i njeriut që nuk e ka më të varrosur ndër xhexhen. Kjo fest, e cila simbolizon ringjalljen e Krishtit pas kryqëzimit të tij, është festa më e shenjtë për besimtarët e krishterë.